Shefat ushtarak të 30 vendeve u takuan pranë Londrës për të shqyrtuar mundësinë e një misioni ushtarak në Ukrainë. Generali amerikan në pension Ben Hodge tha se ky operacion mund të realizohet pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara, duke vlerësuar aftësinë e ushtrive europiane dhe rolin e Ukrainës në frenimin e Rusisë. Britania dhe Franca po udhëheqin përpjekjet për krijimin e një force që mund të veprojë në rast të armpushimi, por kërkojnë mbështetje logjistike dhe të inteligjencës nga SBA. Washingtoni ka mbetur i rezervuar, ndërsa Rusia ka parlemëruar kundër çdo pranie të NATO-s në Ukrainë. Ndërkohë negociatat mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara po fokusohen në një armpushim të pjetshëm dhe përmirësimin e marrëdhënieve diplomatike. Pavarësisht kësaj, Rusia vazhdon sulme ndaj objektivave civile në Ukrainë, ndërsa Kievi është kundërmbërgjigjur me sulme ajrore. Britania dhe Franca janë gati të angazhojnë trupa, ndërsa vende si Kanadaja, Australia dhe Finlanda mund të kontribuojnë. Plani operativ pritet të përcaktojë përmasat dhe rolin e kësaj force. Generali Hodge tha se Britania dhe Franca, si fuqi bërthamore, mund të ofrojnë një prani parandaluese. Ndërkohë, kryeministri britanik Starmer vizitoi një nëndetse bërthamore duke theksuar angazhimin e Britanisë për të mbështetur Ukrainën edhe pa përfshirjen e drejtpërdrejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.